Në kuadër të festivalit Mbar Kombëtar të Humorit, në hollin e teatrit Migjeni u zhvillua një takim i veçantë me regjisorin dhe karikaturistin e njohur të kinokomedisë shqiptare, Bujar Kapexhiu. I pranishëm në Shkodër si pjesë e aktiviteteve të javës së humorit, Kapexhiu ndau një këndvështrim kritik mbi ecurinë e këtij zhanri në ditët e sotme. Kapexhiu ndaloi te një prej problematikave kryesore që sipas tij po hasim në teatrin shqiptare, mungesa autorëve të rinj të humorit. Jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë humoristët janë shumë pak, sepse është zhanri më i vështirë për të shkruar, është zhanri më i vështirë për të kapur problematikën, sepse në përgjithësi jeta kalon në mënyrë dramatike, në mënyrë të një anshme, të një trajtshme, dhe në këtë moment pak janë ato pikat e vërteta që shpërthen humori, që shpërthen ai që quajmë ne arti komik, dhe është një gjë që në përgjithësi humori thuhet një fjalë që humori është privilegje të mençurve, por jo vetëm për ata që e zhvillojnë, për ata që e tregojnë, mençuri për ata që e bëjnë. Jo, mençuri dhe për ata, për spektatorin, për ata që e konsumojnë. Java e humorit në Shkodër po shoqërohet paralelisht edhe me një sër seminaresh dhe diskutimesh ku marrin pjesë emra të njohur të humorit dhe teatrit në shkallë kombëtare.